Prej gati një jave, vendi ynë është përfshirë nga moti i keq me reshit të dendura shiu, të cilat shkaktuan përmbytje, bllokimin e rrugëve, daljen e disa lumejve nga shtrati, rrëshqitje dherash apo shembjen e disa urave. Moti ekstrem ka shkaktuar edhe humbjen e një jete, ku si pasojë përmbytjeve, një 76 vjeçare nga fshati Progur në Devoll u gjetë mbytur nga ekipet e shpëtimit. Por këtë fundjavë që lam pas, shiu ja la vendin Borës, nga Lëpusha në Kelmend, qarku i Kukësit, Korçës dhe një pjesë tjetër e vendit u mbulua nga dëbora. Sigurisht pamjet janë mahnitse, por edhe rreziku është i madh. Si duhet të veprojmë në këto raste, pasi edhe dëshira për të vizituar këto vende turistike është e madhe, jo vetëm nga qytetarët shqiptar, por edhe turistët e huaj? Flasim për këtë argument të ditës me Zamo Spatharën, presidenti Federatës Shqiptare të Rafting. Faleminderit Zamo që jemi së bashku. Na bashkohet nëpërmjet dritares së online-it Artur Guni, presidenti Federatës Shqiptare të Alpinizmit. Artur, përshëndes. Faleminderit. Gjithashtu një situatë që paraqet rreziqe në disa drejtime, Zamo. Dhe Artur, dua ti ndajmë së bashku dhe normalisht ka nevojë për këshilla praktike nga njerëz profesionistë si ju që përballeni me këtë lloj rreziqesh për arsye të tjera, ju për shkak të punës të sportit, por që këshillat normalisht janë shumë të lehshme në këto momente. Patjetër, Bjeta, kjo ishte një situatë shumë e rëndë për vendin tonë, por unë do të them me plot gojën, sepse ka qenë një strukturë shumë e organizuar që dhe e kanë përballuar emergjenca civile, shteti shqiptar ka bërë punën e vet. Gjithashtu dhe ne për këshillat tona, ne kemi kërkuar gjithmonë që nëse doni këshillat tona, nëse doni ndihmën tonë, ne jemi të gatshëm gjithmonë me pajisjet tona dhe kemi patur dhe raste që kemi ndihmuar njerëzit që kanë ardhur që kanë patur probleme. Unë isha pak i shqetësuar, jo pak, por dhe shumë i shqetësuar me momentin, sepse në lidhje me lumenjt ata që filluan dhe dolën jashtë kontrollit. Domethënë nga disiplinat e rafting që fillon niveli i parë, që është më i lehti, që mund ta bëj kushdo, dhe në nivelin e 6, niveli 6 është më i vështiri. Për ta kuptuar duhet të kuptoni vështirësinë e nivelit 6. Niveli 6 kur futesh për të bërë rafting në nivelin e 6 është që ti duhet të hysh në nivelin profesionist. Domethënë duhet të jenë të gjithë ekspert, jo turist. Në momentin që ti futesh ekspert, aty e ke përqindjen që ti të shpëtosh e ke 60 me 40. 60 ti je i vdekur, 40 je i shpëtuar. Dhe kështu që ti aty luan me jetën. Flasim në momentet ekstreme që ti bën. Në lumen si Vjosa, Osumi që unë i kam ndjekur dhe i kam parë, kanë arritur në nivelin e 5. Kam pasur dhe raste në nivelin e 6. Imagjino tani të shohësh dikë që të lundrojë në këto lumenj, çfarë ndodh. Prandaj ne kemi patur shqetësime, sepse kemi konstatuar një grup të mund të themi aventurier, dhe së bashku me policinë e shtetit dhe emergjencat civile, ata kanë marrë një veprim të jashtëzakonshëm. Pra pavarësisht kësaj situate ka njerëz që për arsye turizmi, aventure, njërin tjetrën duan të vazhdojnë me dëshirat e tyre, pasionet e tyre. Fatkeqësisht kjo ka njerëz të tillë. Por ne japim këshilla që se ne jemi ekspert, domethënë kemi një gamë të gjatë eksperiencë në drejtimin e rafting, kemi instruktorë ta, kemi shumë eksperjenca. Ne kemi gabuar shumë vitin përpara kur ne nuk kishim eksperjenca, por tani nuk mund, jemi në vitin 2025 që turizmi ka arritur majat, ne kemi gjithë ato eksperiencë dhe ne dim çfarë ndodh. Për shembull, ne kemi një thënie tonë që një profesionist ka gjithmonë frikë, Bjeta, sepse ai e di çfarë ndodh nëse situata të del jashtë kontrollit. Kurse një amator nuk e di, për shembull, çfarë ndodh. Dhe ky ka qenë ajo shqetësimi jonë që kemi dashur që të lançojmë mesazhet tona që të triqen nga lumen, mos të futen me këto. Dhe kur futen duhet të jenë të kontrolluar me një autorizim nga policia e shtetit, nga emergjencat civile, për të hyrë për të ndihmuar njerëz, jo për të krijuar probleme ose për të bërë foto për TikTok. Ky është një nga shqetësimet që ne kemi në një situatë të tillë, domthonjë ta kesh mundjen për foto apo për video TikToku. Artur, ndërkohë në disiplinën tuaj në alpinizëm, se sigurisht që pamjet nga veriu i vendit që dëbora e parë i mbuloi, na shijonin nga shtëpia kur je brenda në shtëpi në divan shtrirë, por terreni ka tjetër e gërsi. Ato është në fakt normal kujdesi do të jetë gjatë gjithë vitit, por sidomos në periudhën e dimrit duhet kujdesi shtuar, pasi janë disa shtigje, të cilat ndalohet për të lëvizur në periudhën e dimrit. Dhe një nga këto mund ta cilësoj
shtegun aq të frekuentuar nga shqiptarët dhe nga tuaj, ai që lidhet karbon me thefin, e cila në periudhë dimri është shumë e rrezikshme dhe pothuajse në periudhë të caktuar e ndaluar rrepsisht për të kaluar. Si kjo pasaj është në fakt në këtë periudhë që kalojmë ne, paraqiten rreziqe gjatë gjithë maleve tona, nuk është vetëm thjesht malet në veri, por janë gjithë malet në Shqipëri që të paktën janë 2 metra që paraqisin rrezikshmërinë në dimër. Kështu që neve themi që sa herë që lëvizet dhe bëhet një aktivitet në mal, duhet patjetër që të jetë një guidë e licencuar, e trajnuar, jo guidat nga këto që dalin brenda ditës, por guida që kanë eksperiencë dhe janë të licencuara, të cilat e dinë rrezikshmërinë që paraqet mali, dinë të marrin masat, dhe kështu që i ftojmë të gjithë ata të apasionuarit mbas malit, në të nicën asnjëherë, sidomos periudhën e dimrit, në përnerë gjatë gjithë dimrit, gjatë gjithë vitit që duhet të jetë me guidë, po të paktën në periudhën e dimrit absolutisht pa pjesën e guidës. Dhe ashtu siç tha dhe Zamo, në fakt ne strukturat tona janë pjesë e strukturave vullnetare të cilat operojnë në kuadër të civile. Operojnë në kuadër të emergjencave civile. Po. Dhe ashtu siç kaluam këtë situatën tani, do ketë mbase dhe situata tjera, të cilat ne jemi në dispozicion të emergjencave civile për të dhënë ndihmë, dhe jo të bëhemi ne shkaktar për të na ndihmuar ne. Kështu që prandaj ftoj gjithë ata që merren me sportet ekstreme, rafting, alpinizëm, skimin alpin, i them që të kemë kujdes dhe mos marrin aventura të tepruara, sepse çdo gjë duhet të jetë e kontrolluar. Mos rrezikojmë jetën tona dhe mos bëhemi pjesë e çështjes apo edhe aksidenteve, vetë ne që duhet në fakt të ndihmojmë të tjerë. Qartë, situata tilla do të kemi, tha Arturi, dhe sigurisht se jemi fund vjeshtë, ndërkohë dimrin e kemi përpara. Kështu që në një mënyrë të përmbledhur, nëse 2-3 këshilla, sugjerime, thirrje që ke Zamo dhe Turi. Atëherë, thirrjet e mia janë, po të gjitha që u thash pak më përpara, mundoni të qëndroni larg, ne mbulinemi ekspert për lumenjën, që Turi flet për alpinizmin, për malet, në përgjithësi çdo gjë ka ti duhet ta respektosh atë gjë që dhe ajo të respektojë ty. Dhe lumenjt janë të rrezikshëm, prandaj thirrja ime është qëndroni larg këtyre problemeve, larg lumenjve. Tani boll kemi ato probleme që ndodh fshatarët e shkretë kanë tokat i përmbyten, kanë shtëpi anës lumenjve, të përqendrohemi atje dhe të ndihmojmë këto. Mos të marrin iniciativa të tilla që për bërë një foto për të bërë, si do të thotë, personazh ditë, këto janë kapriço, ndërkohë që njerëzit e tjerë kanë hall kokën. Po, dhe kjo është ai lajmërimi im, dhe dua të them që në një mesazh tjetër për emergjencën civile, ne jemi gati në çdo kohë, me instruktorët tanë, jemi gati me pajisjet tona, në çdo kohë ne jemi vullnetarë dhe ndihmojmë pa asnjë dallim këtë do që mund të jetë. Në një situatë të tillë, çudia më e madhe që të kanë zënë syt Zamo, cila ka qenë? Ka pasur shumë situata, shumë të tilla që ne kemi ndryrë, shumë për shpëtimin e njerëzve që janë, nuk dua t'i them këtu, po kam pasur situata dhe me rast vdekje, për shembull, që ne kemi ndryrë dhe kemi gjetur mbas 3 ditëve të mbytur brenda në lum, po kemi patur dhe raste të mira që ne kemi ndihmuar, kanë qenë si do të thuash në fund të jetës, dhe kemi sjellë në jetë dhe kemi situatimi kemi rekuperuar. Thirrja, mesazhi, apeli? Në fakt, po të njëjtin apel neve strukturat tona në fakt janë struktura specializuar shërbimi i kërkimit malor të Shqipërisë, i cili ka pak vite që funksionon. Në fakt, nuk ka më thjesht kërkim nga alpinist, por është një shërbim i posaçëm, i cili vazhdon të trajnohet dhe përmirësohet çdo ditë, i cili arrin të ndërhyjë në kohë, por ne themi larg aksidenteve, sepse edhe këta vjen dhe vajza të cilët janë tek shërbimi kërkim shpëtimit malor, rrezikojnë jetën e tyre nesër për të ndihmuar dikë që mund ta kishte shmangur këtë gjë. Kështu që kujdes, pak guida profesioniste, mos periudhën e dimrit, mos ferni aventura të tilla.
Ta kemi gjithë vëmendjen tek ata që janë në nevojë dhe pastaj sigurisht edhe turizmit edhe aventurës ti shërbejmë, se si na e dimri dhe ajo ka të sajat për tu shijuar, por nëpërmjet profesionistëve dhe duke mos rrezikuar veten ton apo të tjerëve që mund të marrin përsipër. Artur Guni nga Federata e Albinizmit, Zamo Spathara, Federata Shqiptare e Rafting, faleminderit për sugjerimet. Ju dëshiroj një javë të mbar juve që ju kisha në emision, juve që na ndoqët gjithashtu shihemi nesër, këtu ku ka veç një ftesë në orën 5, Top Channel.